Gjatë takimeve elektorale, kandidatja për deputet e Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore, Alta Azizia Luci, është shprehur se kudo ndihet fryma e ndryshimit me qytetarët e Vlorës dhe Bashkisë së Selenicës. Kandidatja Azizia Luci thekson se në ditën e votimit më 11 maj, qytetarët do të votojnë masivisht programin më të mirë në historinë e vendit, Partisë Demokratike numër 1-shin, si kur ndonjëherë më parë, si mësim historik për dinjitetin, besimin, shpresën, mirëqenien, standardet e merituara për veten, familjen dhe fëmijët. Ajo shpreh se udhërrëfyesi i saj në punë, aktivitetin publik dhe politik është marrëdhënia njerëzore, respekti ndërsjellët. Besimi i qytetarëve dhe komunitetit të Vlorës është një pasuri e paçmuar, duke qenë besnik të qytetarëve, zëri i tyre për ndryshim dhe përfaqësues të vlerave të interesit të qytetarëve dhe imazhit me vlera për Vlorën, Labërinë dhe Krenarin. Kandidatja Luci falenderon me zemër qytetarët dhe banorët e Vlorës, Selenicës dhe në çdo takim tjetër në qark për shtrëngimin e duarve me ta. Kandidatja Alta Azizia Luci ka zhvilluar një takim të veçantë dhe me tregtarët e tregut në Vlorë, ku ka folur për hallet dhe problemet e përditshme të tyre, ku thekson mungesën e një tregu normal për t'u mundësuar atyre kushte optimale. Ajo është zotuar se Partia Demokratike po i kushton një rëndësi të veçantë investimit në tregje dhe mbrojtjen e tregtarëve. Një tjetër takim kandidatja Luci ka zhvilluar me banorët e fshatit Skrofotin, ku ka folur mbi programin e Partisë Demokratike, si vetmi program ku në qendër është qytetari dhe mbrojtja e familjes shqiptare.